një personazh që personifikon të gjithë sakrificën e popullatës palestineze këto 80 vitet e fundit. Për ta përmbyllur këtë. Është Nelson Mandela i palestinezëve. E diskutuam pak edhe javën e kaluar. Për ta përmbyllur këtë pjesë të diskutimit ton, kush do garantoj zbatimin e marrëveshjes në terren? Do të jetë për 200 trupa amerikane. Do të jenë vendet arabe, do të ketë një prezencë simbolike dhe amerikane, do të jenë vendet arabe, Turqia, edhe disa vende europiane që do të garantojnë këtë marrëveshje. Ata që kanë nënshkruar, ata do garantojnë marrëveshjen me të. E qartë. Kulla, ne jemi në pjesën e fundit, krejt në pjesën e fundit të emisionit tonë, por sigurisht më stalën pa diskutuar edhe ata që ka paralajmëruam në hyrjen e emisionit. Armatosjen e Kosovës me dron kamikaz nga Turqia. Shiko, është një pjesë e armatimeve që Kosova duhet, e procesit të armatimit mbrojtës që Kosova duhet marrë, duhet të theksuar që është armatim mbrojtës. Është ajo që ne kemi diskutuar shpesh në këtë studio, nevoja që Kosova të ketë rreth 1 miliard euro buxhet mbrojtje, duke llogaritur që në kufit e verior të Kosovës ndodhet një superfuqi rajonale ushtarake, e cila nuk e njeh Kosovën dhe nuk ka qëllime miqësore politike. Por shpresoj që pas kësaj që ndodhi në linjën e mesme dhe Serbia të fillojë të rikonfigurojë brenda vetdijes vet politike se ka një nevojë edhe Serbia për gjetur një proces politik definitiv të paqes në këtij rajon, sepse për sa kohë arritëm të kemi paqe mes Hamasit dhe Izraelit, që diçka duke e pamundur. E pamundur, nuk ka arsye pse të mos ketë një paqe definitive mes Kosovës dhe Serbisë. Kishim një paqe mes Armenisë dhe Azerbajxhanit gjithashtu. Por kjo ngelet në vullnetin politik të presidentit të Serbisë dhe klasës politike të Serbisë, dhe për sa kohë ata nuk e kanë këtë vullnet politik, Kosova është tërësisht në drejtën e vet që të furnizohet me armatime mbrojtëse, për sa kohë në veriun e vet kemi një shtet militarist i cili 10 vitet e fundit i ka egzageruar buxhetet e ushtarake të vetat, luftarake të vetat, dhe për sa kohë ne 2 vjet më parë patëm një tentativë të një fillimi të luftës në pjesën veriore të Kosovës, pikërisht lidhur drejt për drejt me Serbinë. Kulla, kishte një reagim shumë të ashpër të presidentit dhe qeverisë Serbisë, pra presidentit Vučić, i cili akuzoi rënd Turqinë, por më pas ai u detyrua në një postim të ri të tij që t'i kërkoi falje Turqisë dhe tha se e kam egzageruar pak. Presidenti Vučić mund të shkruajnë tweet, mendojnë pak apo mund të ketë pas në gjendje emocionale që i ka ardhur nga humbja me Shqipërinë në Leskovës, po gjëra që ndodhin. Turqia nuk është as Shqipëria ushtarakiste dhe as Malizi. Turqia është fuqia e dytë e NATO-s, kështu që presidenti Vučić pastaj ditën mbrapa besoj kur i ka dalë Rakia është shtillu dhe ka thënë ta zbus pak gjuhën me Turqinë se nuk e kam forcën që të flas me këtë lloj gjuhe me Turqinë. Nuk mund të ikim një pyetje tjetër asaj se